dhe ka rrezik që unë t'i përdor ato informata, si informata relevante që kanë dalë nga studime dhe hulumtime. Ende nuk e dim sakt se cili është ndikimi, sepse janë teknologji të reja, janë futje, prurje të reja të cilat me cilat ne jemi ndeshur, me cilat po ndeshim e për ditë, po mundësia keq përdorimi sigurisht që është shumë e madhe, mirë po bashkë me këtë teknologji është zhvilluar dhe pjesa tjetër e teknologjisë e cila arrin të detektoj, të identifikoj këto lloje të keq përdorimeve. Inteligjenca artificiale është shumë e rëndësishme, mund të përdoret edhe në shkencë, por mund të përdoret për të gjetur informata më lehtë, por jo për ta keq përdorur deri në atë mas që të ta shkruaj një ese, të ta shkruaj një punim e kështu me radhë. Unë për vete e përdor inteligjencën artificiale për shembull për të gjetur një burim. Më intereson një çështje, jam t'ju marr me një hulumtim dhe më del një rezultat për ta vërtetuar nëse ekziston diku në rezultati i tillë. Nëse është bërë diku një matje, unë kërkoj nga inteligjenca artificiale që të më orientoj te ato burime. Por nuk duhet të merren të mirëqenia informatat e inteligjencës artificiale, pasi që inteligjenca artificiale ende nuk arrin me seleksionu burimet mbi bazën e relevancës tyre. Dhe për shembull, në ChatGPT për shembull, nëse kërkon diçka, mundet me dalë informata e cila vjen nga një forum diskutimesh në internet, nga njerëz të cilët nuk kanë kur farloj ekspertizën nga fusha për cilën e cila mu më intereson. Dhe ka rrezik që unë t'i përdor ato informata, si informata relevante që kanë dalë nga studime dhe hulumtime, që menoj që është një gabim shumë i madh. Prandaj inteligjenca artificiale në shkallën e sotme të zhvillimit saj mund të përdoret për orientim, për të çuar deri te burimet, por pastaj duhet të konsultohen burimet, duhet të krahasohen dhe të përdoren vetëm nëse janë relevante, të konfirmuara nga libra, punime të cilat kanë edhe recensent, kanë redaktorë kështu me radhë.